Jom all the single ladies, all the single ladies. Jom single, edhe po jom rahat shumë, jom shumë mirë. Ndërsa ja lën kohë, sa? Derisa sa të troket në zemër dikush. Po, a ki preferenca, Jack? Bashkë më interesant. Cilat janë ato preferencat e tua? Mua e di më së bëjtë si vidje. është me rëndësi njeri me qenë i mirë. Mandi është me rëndësi me qenë edhe pa kreativ. Mandi me qenë i hareshëm. Mandi me qenë i menqëm. Mandi me qenë i pjekun. Po. Edhe plot do që Suzana kështu thotin. Për me përmbyll, do e përmbyllë mas mirë me një interpretim, po krejt në fund t'ja qesim na edhe një përmbledhje, një pikë, themi. Atëherë e përmenëm shumë segmente. Jack, qysh ndihesh ti vetë me vetën tënde, sepse shumë prej nesh ulemi edhe e mendojmë edhe bojmë analiza të vetës tonë, gjithmonë, edhe ajo është çelësi kryesor i çdo suksesi. Shumë pyetje e mirë. Qysh ndihesh ti me vetën tënde, sa je ti e kënaqur fillimisht me personalitetin tënd, me shpirtin tënd, por edhe me arritjet e tua. Shumë pyetje e mirë. S'ma pas ka bo askush ndonjëherë këtë pyetje. Okej. Unë, si kur çdo njeri tjetër, kam pas periudha në të cilat kam dyshu në vetën. Edhe kam dyshu në gjithçka tamën, në talentin tam, në qenjen tame, se a jam njeri i mirë, a i keqa, që është puna jame. Për momentin gjendem në një pikë ku jam shumë e përmbushur me vetën. Edhe jam shumë rahat me vetën. Edhe e du edhe e qmoj vetën. E di çka kom bo, e di në për çka kom kalu, edhe jam të jetu në moment, në të tashmen. Sepse menoj që shpesh, për mos me thonë gjithmonë, njeri u haron me jetu në të tashmen, edhe shpesh e bi që të tem në shoqni ose në intervista, që na ose jemi në të kalumen, ose menojmë për të ardhmen, edhe kurse shijojmë momentin. Shumë e vërtet që kjo pikë, edhe po më pëlqen që e ceke se nuk e jetojmë momentin, e vërtet. Nuk e shijojmë atë të tashmen që po e cekë. Edhe po besoj që është shumë fakt edhe një mesazh shumë i mirë te publiku që e përçove me këta që e the. Ta jetojmë të tashmen, mos mendojmë për të ardhmen, po gjithmonë vjen kjo gjëje për shkak të jetës dinamike, stresit, obligimeve jetësore, familjare, ndoshta dikush edhe shëndetësore, që vije pastaj që ti të mendosh gjithmonë për të ardhmen, gjithmonë planifikimet janë për të ardhmen, ose shpesh herë kthehemi tek të kaluara, kështu kam bë, kështu kam qenë, kështu ka shku puna. Domethënë gjithmonë ndoshta është kjo një shkas pse nuk jetojmë në të tashmen, në atë aspekt nuk e mendojmë jo të tashmen. Edhe nuk themi thjesht nuk e respektojmë në farë forme. Po s'kuptoj çfarë po thu. Fakti që unë për momentin jam të jetu në të tashmen, është fakti sepse e kom kuptu që nuk më rrin me bo zgjidhje kur gjë nëse je ma përpara ose ma mrapa. Dhe se ti që tash e ki, qëtë moment e ki. Nëse nuk e shijon qëtë moment që tash, ti që ky momenti që tashit, ka me u bo shumë shpejt i djeshit. E kalume, po. E për që to, ka më mësu që edhe sfidat kur të vijnë sot, që tash, në qëtë moment, mos më të ranu, sepse është një sfidë e cila ka me kalu, kur gjë nuk është e përhershme, gjithçka është e përkohshme. Në njënën prej poezive të mia, kom thonë në njënën prej vargjeve, ndër të tjera që ka kom kuptu edhe që to, që asgjë nuk zgjat për gjithmonë, ashtu sikur nuk zgjat as dhimbja, as lumtunia, as abdin, gjithçka është, edhe duhet me ditë, për momentin jam tu knaq, po knaq na çaq sa zgjat. Për momentin po më dham diçka, le të më dham çaq sa ka me zgjat, ama e di që s'ka me më dhim të krejt jetën. Kështu që e pranon çato që është, edhe e kalon. Veç me kundërshtu nuk bën. Kur po munojme me kundërshtu, çatë tani po bojmë probleme me vetën.
Të tani po bjenë në ndesh me që ato. Pranoje, leje le të kalon në për ty edhe dhimta dhe qka do. Leje, le të flanë me ty. Mësohu ndështë ta një farë forme, mësohu me gjithë qka. Asgjë s'ka ndryshu, asgjë s'ka ndryshu, Gjeki po mbetet e njejta, me qatë energjinë e njejtë. Jo, nëse di. E po shohim librin atje, është Po bre ma ka pru Baba Dimri. Zakonisht aty nër bredh, po që sot e ka në gjitë, si zbukurim. E marim pak librin, e shfletojmë edhe të shohim në një poezi. E marim, qa po ki qef ide, apo ki qef ma... Po ta lojmë dorë ty ndështa, që ajo që ty të pëlqen ma shumë. Apo dënë me dashuri, apo dënë me... E po atë në qysh, po ta lojmë ty se në bazë të përzgjedhjes që ti e bën, ma ndihojnë me ditë se cilat janë preferencat e Gjeki. Ashtu se din. Ashtu se din, sepse këtë kohë kom lexu tepër shumë prej librit, edhe në promovim, edhe në për disa intervista që i kom bu për librin. Po. Kështu që... Mirë, përzgjedh dhe te edhe po do dëgjojmë, edhe shikuesit edhe ne. E ka emrin kur ne u puqëm. Ma të bukurën poezi e kam rujt për ty. E kam fsheh nën palë të zemrës. E kam rujt si sytë e mi. Ma të bukurën poezi e kam rujt për ty. E kam shkrujt, e fshi përsëri, përsëri, përsëri. Ma të amblat fjali kam rujt për ty. I kam ndy në gjakun tem virgjinor që me pas kuptim veç për ne të dy. Ma të bukurën poezi e kam rujt për ty. E kam shtrin fustanin e gjatë në natën kur më puthe ti. Poezinë ma të bukur veç për ty e kam shkrujt. Për natën kur trupat ta në puqen, për mëngjesin që na gjeti zgjut. Shumë e bukur. Shumë faleminderit. Po besoj edhe mesazhin e ka vetë në vetë ajo poezi, si edhe shumë poezi të tjera. S'lodhna shumë për mesazhe me thonë drejtën. Poezit i shkryj që ashtu që shindje edhe për jetimin që unë e kam edhe veç du që njerëzit me përjetu një emocion. Se cilin në formën e vetë. Tani mesazhin le ta marrin qysh të dojnë vetë. Qysh të dojnë vetë. S'po du mja caktu kërkujt asnjë mesazh. Gjeki bëjmë gëzuar edhe një herë, duke shpresu që du t'jetë një vetë sa më i mbarë edhe një herë për ty. Amin, për ty, për mu, për të gjithë njerëzit e mirë. Edhe më i mirë se kjo që e jam pas, gjithmonë. Edhe për njerëzit e këqi, shpresoj që ju zbutët zemra, ju shnoshën varrat edhe bohën njerëz ma të mirë, se edhe ata janë njerëz të mirëve që ato varra pak për ju dhamin e tani. Unë po du me të falenderoj shumë që sot ke përgjedh me qenë mësafire e imja në këtë rubrikë festive në kuadër të emisionit të fundjavës, edhe ishte shumë kënaqësi, faleminderit që pranove ftesën, edhe besoj që kemi sjell shumë energji të mirë në familjet tona, edhe po besoj që e kam pa Gjekun në një dimension tjetër, sepse jo shumë shpesh e kemi pa Gjekun në një format të tillë. Se di vallajn, Gjekin e kam pa gjithçysh, veç cullak që s'm kam pa hala. Domethënë, se di mo. Ama cullak kështu të zhveshur prej emocioneve të ndryshme, po gjithashtu edhe unë jam shumë e afërt me njerëzit dhe me publikun edhe kom bërë gjithçka, të din mo, edhe kom qenë me komedinë edhe me filme, me teatrin edhe tash me poezi këtu, ku është i shpërfaqur shpirti jam ma i zhveshur se kur. Po. Gëzuar. Gëzuar. Për shumë mote. Për shumë.